Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Për aq vite sa jetoni nuk do keni më dhimbje në kocka, ja receta magjike. Dhimbjet dhe inflamacioni i kyçeve mund të shërohen më së miri me lëkura limoni. Pse me lëkura dhe jo me tulin ose lëngun e këtij fruti? Ashtu siç ndodh edhe me frutat e tjera, pothuajse gjysma e vlerave ushqyese tek limonët gjendet pikërisht tek lëkura e tyre, tek ajo lëkurë e cila gjithashtu ne i hedhim poshtë. Por nëse po përjetoni dhimbje dhe ëndje të kyçeve, sigurohuni që t'i ruani lëkurat e limonit. Si mund t'i përdorni ato për të qetësuar dhimbjet dhe inflamacionin e kyçeve? Sipas ekspertëve, duhet të dini të merrni një kavanoz dhe aty të vendosni 2 limon të mëdhenj në të. Shtoni vaj ulliri ekstra të pastër derisa të mbulohen të gjithë limonët dhe më pas mbylleni kavanozin dhe lëreni të qëndrojë për 2 javë në një vend të freskët dhe të thatë në kuzhinë. Pas 2 javësh, kjo përzierje me limon për dhimbjen dhe inflamacionin e kyçeve do të jetë gati. Lyeni një garzë me të dhe vendoseni në zonën ku ju keni dhimbje. Lidheni më pas me një shami apo fasho ose leukoplast. Ky medikament natyral për ëndjen dhe dhimbjen e kyçeve duhet aplikuar para se ju të bini në gjumë. Në një tenxhere të madhe ju duhet që të shtoni 1 litër ujë të distiluar dhe njëkohësisht duhet që të shtoni lëkurat e 2 limonëve të mëdhenj. Shtoni më pas lëngun e këtyre limonëve, vendoseni të ziejë, sapo të marrë val përbërja, lëreni të ftohet gjithashtu në temperaturën tuaj të dhomës, ruajeni edhe në frigorifer. Sa herë që ju të ndjeni bezdi dhe dhimbje të kyçeve, ngroheni në mikroval 1 filxhan prej këtij çaji. Mund ta ëmbëlsoni gjithashtu edhe me një lug çaj mjalt organik. Keni dhimbje gjuri, kjo recetë do ju vi juve në ndihmë. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë njëkohësisht artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet, ju mund të mbështeteni tek mjekësia alternative, e cila mund të rezultojë shumë herë më efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe i piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton gjithashtu një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe njëkohësisht ëndjen. Ju duhen 2 lugë piperi kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë më pas në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë të paktën 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase trajton dhimbjen e gjurit. Mjafton të ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni atë në gjuhë duke e masazhuar lehtë me duar. E lini të veprojë disa orë dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë duhet të konsultoheni me mjekun për çdo recetë që ju vendosni të aplikoni. Janë shumë faktorë të cilët shkaktojnë dhimbjet e gjunjëve, të ndikuara kryesisht nga artriti, osteoartriti dhe gjithashtu artriti reumatoid dhe septik, cistet e gjurit apo frakturat. Është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që sigurisht i prek të gjithë. Dhimbjet e gjunjëve janë të padurueshme dhe therse dhe frenojnë tërësisht aktivitetin normal fizik. Sipas ekspertëve, zakonisht dhimbja e gjunjëve shoqërohet me ëndjen e tyre, kufizimin e lëvizjeve normale të gjymtyrëve, problemeve me ngjitjen ose zbritjen e shkallëve, qëndrimi në këmbë ose ulur, mbledhje ujë tek gjunjët,
duke shkaktuar një dhimbje të fortë. Gjithashtu dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje gjithashtu ndikon në ëndjen e gjunjëve, skuqjen e tyre dhe madje edhe në rritjen e temperaturës së trupit, vështirësi në ecje si edhe në përkulje gjithashtu. Sugjerohet disa metoda krejt efikase të cilat do t'ju vinë në ndihmë për lehtësimin e dhimbjeve të gjunjëve përmes kurave natyrale në shtëpi si edhe përzgjedhjes së ushqimeve të duhura. Vendosni kompresa me akull tek pjesa e gjurit që ju dhëmb. Mbajeni për 20 minuta dhe bëheni këtë ritual gjatë të ditës. Shtrëngoni pjesën e gjurit që ju dhëmb përmes një fashe elastike. Mundohuni të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plotë. Vendosni jastëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa pushoni. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Përzieni bashkë derisa masa të bëhet homogjene dhe masazhojeni pjesët e gjurit në zonën që ju dhëmb. Këtë ritual mund ta bëni 2 herë në ditë për një javë. Kura përmes ushqimit. Ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjëve përmes një diete mjaft të mirë ushqimore, me produkte të cilat janë të pasura me vitamina dhe antioksidant. Peshku përmban vitaminën B, si vitamina B6 e cila lufton anemin, si edhe vitamina D e cila është shumë e rëndësishme për asimilimin e kalciumit, element jetik ky për forcimin e kockave. Portokallet, duke përmbajtur një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, forcojnë kockat dhe njëkohësisht imunitetin. Perimet me gjethe si spinaq, lëpjet e të tjerë janë një burim i shkëlqyer i vitaminave, antioksidantëve A dhe C, luteinës dhe njëkohësisht i beta-karotenit. Kur këto kompozime bashkohen, krijojnë mbrojtje të shkëlqyer nga krijimi i shumë sëmundjeve. Bajamet janë burime të pasura me vitamina dhe minerale. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë për energji, si edhe vlera ushqyese. Xhinxheri njihet si një nga produktet më të çmuara me përdorimin e tij më të gjerë në lehtësimin e dhimbjeve nga komplikacionet të ndryshme shëndetësore. Mirëpo ndërkohë këtu ne do t'ju prezantojmë një recetë fantastike, e cila pakson inflamacionin dhe njëkohësisht zbutë dhimbjen. Kjo pastë bëhet duke përzier vaj ulliri, uthull, xhenxhefil dhe spec djegës. Të gjithë këta përbërës luftojnë inflamacionin edhe nëse konsumohen si ushqim. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle me spec djegës pluhur, 1 gotë me uthull molle ose gjysmë gote me vaj ulliri të ngrohur. Si uthull ashtu edhe vaj bëjnë të njëjtin efekt, ndaj zgjidhni sipas mundësive. 1 copë e vogël xhenxhefili të grirë holl. Përgatitja. Përzieni uthullin ose vajin e ullirit me specin djegës dhe xhenxhefilin e grirë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë e mirë fillt. Vendoseni atë në zonën e dhimbjes 2 herë në ditë dhe mbajeni për plot 20 minuta. Më pas, shpëlajeni zonën dhe thajni atë me peshqir. Pjesën e mbetur të pastës mund ta ruani në frigorifer, por përpara çdo aplikimi, përzieni edhe një herë. Ne ju rekomandojmë që dhimbjet e kyçeve, të gjurit dhe të kockave të mos neglizhohen, pasi shpesh ato kërkojnë edhe ndërhyrje mjekësore. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.